Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të sjellë pranë jush edhe një herë dinamikën dhe ngjarjen mes Jozit edhe Gjestit. Ju e mbani mend shumë mirë në gjysmë finalen e Big Brother VIP Albania 4, Jozi goditi Gjestin me shëpull. Dhe me njëherë nga ana e produksionit, Jozi u përjashtua nga çdo kombinimi mundshëm në televizionin Top Channel. Me njëherë pas kësaj ngjarje, Jozi ka reaguar në Instagramin e tij, në fakt ditë më pas, konkretisht në natën e finales së Big Brotherit, 4 orë para finales, Jozi ka reaguar rreth kësaj situate duke mos i kërkuar falje Gjestit, por duke treguar që është provokuar nga ana e Gjestit për të bërë këtë lloj veprimi dhe për mbështetje publike i kishte dhënë edhe Rozana Radit. Por çuditërisht, ajo që ne po shohim është se Jozefin Marku nuk është pjesë edhe e festës me banorët që është jashtë godinës së Top Channel. Por çfarë do të ndodhen me Gjestin dhe a ka marrë Gjesti ndonjë veprim të mundshëm deri më tani për faktin për të denoncuar apo për të bërë diçka rreth Jozit, a do t'i akmerret në një farë forme? Reality show më i ndjekur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, u mbyll këtë sezon me emocione të forta, polemika, përplasje dhe një fitues të qartë. Dashurinë e publikut ndaj Gjestit, por një epizod i papritur brenda shtëpisë tronditi jo vetëm banorët, por edhe audiencën, momenti kur Jozi e goditi Gjestin me një shuplak, një akt i komentuar gjërësisht në rrjetet sociale dhe portale mediatike. Tashmë që të dy janë jashtë shtëpisë më të famshme, publiku është kureshtar për të ditur se çfarë po ndodh mes tyre. A do të ketë një përballje? A do të kërkohet ndjesë publike? Apo gjithçka do të mbetet në heshtje në një faqe që mbyllet pa bujë por me mësime. Në një deklaratë publike që u përhap me shpejtësi, Gjesti tregoi anën e tij njerëzore. Ai nuk kërkoi drejtësi publike, nuk u shpreh me mbledh dhe as nuk e ndezi më tej situatën. Përkundrazi, ai tha fjalë që rrallë dëgjohen në kohën moderne. Gjesti tha, unë nuk dua më ta vazhdoj këtë gjë, unë kam ardhur në Shqipëri i buzëqeshur dhe dua të iki në Kosovë i buzëqeshur. Kështu e tha Gjesti, nuk kam ardhur të rife me askënd, nuk kam ardhur të rraf askënd dhe nuk kam ardhur të më re askush. Dhe këtu do të ndërlidh pak edhe fjalën e nënës së Gjestit në momentin kur nëna e Gjestit e përqafoi Gjestin edhe i tha të lumt, u tregove i durueshëm, u tregove i fortë, u tregove i qëndrueshëm dhe jo i provokueshëm në këtë rastin që ti të ndodhi. Këto fjalë nuk janë thjesht shenje maturisë, por edhe një reflektim i thellë i vlerave që përfaqëson ai si njeri dhe si figurë publike. Në një realitet mediatik kur gjithçka zmadhohet, tensionohet e dramatizohet, ndërsa Gjesti ka zgjedhur një rrugë të rrallë, rrugën e faljes. Ai është përqendruar në jetën e tij të re jashtë shtëpisë së Big Brother, duke shijuar momentet e para të lirisë, dashurinë e publikut dhe mbi të gjitha marrëdhënien e tij të bukur me Eglin, e cila vazhdon të jetë në vëmendje për ndjeshmërinë dhe sinqeritetin që po përcjell. Në anën tjetër, Jozi, ndryshe nga Gjesti, ka zgjedhur një qasje shumë ekspozuese, që nga dalja nga shtëpia, profili i tij në Instagram është mbushur, me imazhe ku ai paraqitet me plis në kokë, duke bërë shqiponjën me duar dhe me mbishkrime që theksojnë identitetin e tij shqiptar dhe krenarinë për rrënjët e tij. Shumë ndjekës pyesin, a është kjo një mënyrë për të spostuar vëmendjen nga epizodi i dhunës, apo një përpjekje për të rigjetur mbështetjen e publikut përmes patriotizmit simbolik? Pavarësisht qëndrimit të tij të fortë në rrjetet sociale, Jozi nuk ka kërkuar akoma ndjesë publike për incidentin e ndodhur me Gjestin dhe kjo heshtje e tij mbi aktin e diskutueshëm dhe interpretuar në mënyra të ndryshme nga publiku, disa e shohin si një qëndrim krenar dhe të pandryshueshëm, ndërsa të tjerët si një mungesë reflektimi për një sjellje që nuk përfaqëson vlerat e respektit të bashkëjetesës. Në rrjetet sociale debati është i zjarrt, mbështetësit e Gjestit e shohin si njeriu që din të falë edhe të ecë përpara pa urrëtie, ndërsa ata që qëndrojnë pranë Jozit e përkrajnë për mënyrën si përfaqëson identitetin kombëtar, duke e vlerësuar si një shqiptar i vërtet që nuk i përkulet
as kujt. Por pyetja mbetet kjo. A duhet të përdorim simbolet kombëtare për të mbuluar veprime të gabuara? A është vërtet patriotizmi një armë për të shmangur në përgjegjësim personale? Cili është kapitulli i ardhshëm? Për momentin duket se rrugët e Gjestit edhe të Jozit janë të ndara. Njëri zgjedh qetësinë dhe rritjen personale, tjetri zgjedh ekspozimin dhe simbolikën. E ardhmja mbetet e hapur. Ndoshta do të ketë një takim, një përballje, një shtrëngim duarsh apo një kërkim falje, apo ndoshta jo, sepse ndonjëherë edhe heshtja është një përgjigje më e fortë se çdo deklaratë. Një gjë është e sigurt, publiku nuk haron. Ai sheh përtej fasadave dhe ndjen kur një zemër flet me sinqeritet, kur një buzëqeshje fsheh një plak dhe kur një përqafim mungon pikërisht kur duhet më shumë. Deri atëherë çdo lëvizje e tyre do të ndiqet, çdo postim do të analizohet dhe çdo fjalë do të peshohet, sepse loja e Big Brother mund të ketë mbaruar, por loja e jetës tani sapo ka filluar. Unë në fakt kështu e kam përshkruar këtë moment. Nga kjo që po shoh nuk ma merr mendja që Gjesti do të vazhdon më tej me Jozin dhe me qëndrimet e Jozit. Unë mendoj që kjo historia do të mbyllet këtu dhe realisht është e bukur që të mbyllet po këtu në këtë situatë, sepse nuk është njerëzore që gjërat vazhdojnë edhe të rriten edhe më shumë dhe të krijojnë më shumë dinamizra, të krijojnë më shumë polemika, të krijojnë më shumë debate të ashpra. Por gjithsesi, kjo është situata që mbetet mes Jozit edhe mes Gjestit. Gjesti siç duket e ka falur Jozin, ndoshta mënyra që Jozi reagoi në Instagramin e tij ishte një mënyrë që Jozi të rikthehet në natën finale, që ndoshta e priste me shumë dashuri rikthimin e tij në shtëpinë e Big Brotherit apo në studion e Big Brotherit, por gjithsesi në ditët në vazhdim të shohim se si do të shkon kjo ngjarje. Gjesti po vazhdon shumë i lumtur, shumë i gëzuar, shumë happy. Nëna e tij i tha që të lumt për qëndrueshmërinë që tregove dhe për guximin e një djalit mrekullueshëm, dhe në anën tjetër kemi Jozin i cili përdorën kartën e patriotizmit, ta themi, për të treguar se sa e do Deçanin, sa e do Kosovën, sa e do Shqipërinë dhe sa e do adetarizmin të tij. Do të ndjekim hap pas hapi marrëdhënie të rreth të dy ngjarjeve dhe do të kuptojmë çfarë do të ndodhen me fatin e tyre.